Alba dhe lëndrimi përfshihen në një debat të fortë në mes të sallonit, ku tensioni duket i padurueshëm. Ndërsa lëndrimi përpiqet të mbrojë qëndrimet e tij, Alba e ndërpret me një ton të prerë dhe të ashpër. Ajo nuk kursen asnjë fjalë, duke i thënë lëndrimit se nuk është njeri i mirë dhe se sjellja e tij nuk është e pranueshme. Ti nuk je njeri i mirë, thot Alba me zë të lartë, ndërsa shikon direkt në sy lëndrimin. Dhe as nuk je burr, je femër me sjellje. Fjalët e saj bien rënd në dhomë dhe banorët që ndodhen aty afër ndalojnë për një moment, duke i vënë re tensionin që ka kapluar atmosferën. Lëndrimi tenton të reagojë, por Alba nuk e lejon të thotë asgjë. Ajo vazhdon të flasë me një ton të ashpër dhe të sfidueshëm, duke përforcuar çdo fjalë me gjeste të forta dhe shenja të pakënaqësisë së saj. Ti gjithmonë mendon se je më i mençur se të tjerët, por nuk je. Sjellja jote është qesharake dhe nuk meriton respekt, vazhdon Alba. Lëndrimi provon të qetësohet, por duket qartë se reagimi i saj e ka prekur. Ai përpiqet të justifikohet, por fjalët e saj janë të forta dhe nuk e lejojnë të marrë frymë. Ndërkohë, banorët e tjerë shikojnë me shqetësim dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për të ulur tensionin, por Alba nuk ndalet. Debati vazhdon disa minuta, ku Alba i jep një mësim të qartë lëndrimit, duke e bërë të kuptojë se nuk do të tolerojë sjellje që nuk e respektojnë dhe që e ofendojnë. Atmosfera në shtëpi mbetet e tensionuar dhe është e qartë se ky moment do të mbetet gjatë në mendjen e të gjithëve.